Mbas 2 ditësh intensive bisedimesh në Abu Dhabi, Ukraina dhe Rusia kanë realizuar një shkëmbim të 314 të burgosurve, duke dhënë një sinjal pozitiv për vazhdimin e dialogut për paqen. Përfaqësuesi i veçantë i SBA-s, Steve Witkoff, njoftoi se secila palë lironte nga 157 të burgosur, një hap që pasoi muaj pa shkëmbime të tilla dhe që shihet si rezultat konkret i përpjekjeve diplomatike. 2 orë mbas njoftimit të Witkoff, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë publikoi një video ku të liruarit u shfaqën me flamuj rus, duke u ngjitur në një autobus në Bielorusi, aleate e Moskës, që kufizohet me Ukrainën dhe Rusinë, duke konfirmuar kështu shkëmbimin. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky falenderoi ushtarët dhe ekipet që e bën të mundur shkëmbimin, duke theksuar se, pa vendosshmërinë e luftëtarëve tanë, këto shkëmbime do të ishin të pamundura. Ai shtoi se rezultatet e njësive ushtarake ndihmojnë drejt për drejt në kthimin e ukrainasve në shtëpi nga Rusia. Zelensky gjithashtu njoftoi mundësinë që raundi i ardhshëm i bisedimeve për paqen të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se Ukraina synon të ndërtojë një paqe të qëndrueshme dhe të besueshme, i cili nuk i lejon Moskës të përfitojë nga agresioni. Shumë çështje nuk mund të diskutohen përmes telefonit. Nga ato që mund të ndahen tani, takime të mëtejshme janë planifikuar për të ardhmen e afërt, me gjasa në Amerikë. Takime trilaterale në Abu Dhabi, ku morën pjesë përfaqësues nga Ukraina, Rusia dhe SBA-ja, u cilësuan nga palët si konstruktive dhe të përqendruara në krijimin e kushteve për një paqe të qëndrueshme. Shkëmbimi të burgosurve u bë menjëherë mbas takimit, pas një pauze 5 mujore, dhe shihet si një hap i rëndësishëm drejt besimit të ndërsjellë dhe avancimit të bisedimeve. Analistët e diplomacisë ndërkombëtare e shohin këtë zhvillim si një sinjal të qartë se, megjithse çështjet më të vështira mbeten për diskutim, Ukraina dhe Rusia po i gjejnë pika të përbashkëta që mund të çojnë në hapa të mëtejshëm konkret. Komuniteti ndërkombëtar ndjek me kujdes këto përpjekje, duke shpresuar për një zgjidhje diplomatike që garanton paqe dhe siguri afatgjatë në rajon.